Përshëndetje miq të respektuar. Në këtë video do të flas për vizitën kritike të ministrit të jashtëm të Turqisë Hakan Fidan në Washington, ku u prit në mënyrë protokollare nga sekretari i jashtëm amerikan Marco Rubio. Çfarë konsiderohet kjo kohë dhe çfarë rëndësie ka vizita e tij në Washington pikërisht në këtë kohë? Është shumë e rëndësishme për nga perspektiva e politikës turke dhe gjendjes së përgjithshme të saj brenda dhe jashtë saj. Ndodhi përveç tjerave në ditët kur Özgür Özel, lideri i CHP-s, bëri ftesa, jo vetëm një, por disa herë, për bojkot produkteve të kompanive vendore turke, të cilat kompani nuk e mbështetën protestën e CHP-s në për qytetet e Turqisë e sidomos në Stamboll. Natyrisht ishte një thirrje, një ftesë e çuditshme, e cila ka shokuar si qytetarët brenda Turqisë, një ashtu edhe njohësit e Turqisë jashtë kufive të saj. Në fakt, CHP-ja kishte pritur që të merrte mbështetje edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga Evropa, edhe nga Britania e Madhe. Këto janë fjalë të cilat i kanë thënë dje dhe sot politikanët e niveleve të larta brenda CHP-s. Megjithatë, me gjithë këto pritje të cilat i kishte CHP-ja dhe lideri i saj Özgür Özel, këto shkuan bosh. Si rezultat i kësaj, lideri i CHP-s sot paradite ka kritikuar ashpër në mënyrë shumë të çuditshme, të papritur, edhe Britanisë për rolin e saj neutral në protesta. Për te i kësaj, derisa në rrugët e Stambollit, pra kanë vërshuar mijëra qytetar turq në mbështetje të Ekrem İmamoğlu, pikërisht pra në këtë kohë, ministri i jashtëm Hakan Fidan zhvilloi një ndër vizitat më kritike dhe më të rëndësishme për marrëdhënie turko-amerikane në Washington. Mësohet nga mediat amerikane, por edhe turke, se Marco Rubio e lavdron rolin e presidentit Erdogan, rolin e Turqisë në rajon dhe kërkon prej Turqisë mbështetjen direkt, në mënyrë direkte, kërkon mbështetjen e Turqisë për paqe në rajon, në lindjet e mesme, në jug të Kaukazit, si dhe një shtim të interesimit të Turqisë edhe në Ballkan, për shkak se sipas State Department, Turqia më e ka fuqinë e stabilizimit të situatave dhe krizave, gjithandej ku paraqitet nevoja. E bëra këtë hyrje për të treguar çudinë, jo vetëm timen, se si është e mundër një lider i një partie kryesore turke të kërkon bojkotin e kompanive dhe produkteve turke dhe të nxit qytetarët për blerjen e produkteve të huaja. Deri në këtë mas ka shkuar armiqësia dhe reaksionet armiqësore të palogjikshme të CHP-s në lidhje me rastin e burgosjes, arrestimit të Ekrem İmamoğlu. Ajo që dua ta theksoj me theks të posaçëm, temën për cilën dua ta flas këtu është raportet dhe marrëdhëniet turko-amerikane. Në përkohë të ndryshme ka pas tensione, ka pas ftohje të këtyre marrëdhënieve,
por me ardhjen e Donald Trump në shtëpinë e bardhë në periudhën e parë, e sidomos tani, shihet një intensifikim i këtyre raporteve që në bisedime mes palëve lavdrojnë njëna tjetrën, si që bëri Donald Trump në telefonatën e 16 marsit me presidentin turk Erdogan, ku më pastaj tregoi para kamerave televizive, duke thënë se Erdogan është një lider i mirë dhe i suksesshëm, Turqia është një vend i mirë dhe e cila e ka përgjegjësinë historike tani më të luaj rol edhe më të intensifikuar në krijimin e paqes në rajonin e lindjes së mesme, fillimisht në Siri, në Kaukaz, midis Armenisë dhe Azerbejxhanit, e sidomos të jetë një fuqi parandaluese e problemeve dhe konflikteve të mundshme në rajonin e Ballkanit. Unë edhe më parë kam cek se bota po shkon ka një fragmentizim i ri, ky fragmentizëm do të vizatohet me kufi të ri të shteteve apo të ndikimit të shteteve të fuqishme, dhe përsa unë e kam kuptuar geopolitikën deri në këto momente kur po flasim, unë isha 4 fuqi të cilat do të merren apo do të ndajnë botën sipas interesave të tyre. E para është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj është Rusia, Turqia dhe Kina. Turqisë me ndihmën amerikane po i jepen mundësi që të akomodohet apo të shtrijë ndikimin e saj në rajone ku lexuar historikisht, në rajone në të cilat ka qenë e shtrirë më parë perandoria osmane. Në videon e radhës, unë me izën e Zotit do të bëj përshkrimin e politikës apo gjendjes në Siri, në raport me Turqinë dhe Sirin, në raport me Turqinë dhe vendet e rajonit, për ta kuptuar jo si në pëllëmb të dorës gjithë atë që ka ndodhur në 12 vjetët e fundit në Siri dhe si ka arritur Siria që ta, në thojza, pushtoi Sirin dhe nga ndej si ullur në një balkon ta vështroj rajonin në të cilën ajo ka interesat e veta. Gjithsesi, gjatë vizitës së Hakan Fidan me Marco Rubio është folur edhe në lidhje me përgatitjen e terrenit për vizitën e ardhshme të Erdogan në Washington, si dhe për vizitën që do të pasoj të Donald Trump në Ankara. Përveç kësaj, një ndër temat e nxehta që janë diskutuar në këtë takim, natyrisht është edhe çështja e Palestinës, pastaj Ukraina, pastaj Siria natyrisht dhe, siç thash pak më parë, edhe Ballkani. Ministri Fidan në bisedime aty i përcjell Marco Rubios gatishmërinë turke për mbështetjen, siç thot ai, e Turqisë për stabilitetin dhe integritetin e Sirisë. Përtej kësaj, ai përmend edhe rëndësinë e heqjes së sanksioneve ndaj Sirisë, ku bashkëpunimi midis Turqisë dhe shebave duhet që të përmirësohet edhe më tutje në çështjet e ndihmës humanitare dhe të rindërtimit të Gazës, si dhe të Sirisë në të njëjtën kohë. Përveç kësaj, Turqia kërkon një koordinim edhe më të ngushtë me SHBA-n në luftën e tyre të përbashkët kundër ISIS-it.
A mbetet vetëm ISIS-i si një organizat terroriste shqetësuese për Turqinë? Jo. Turqia në fakt kërkon likuidimin përfundimtar të FETÖ-s, pastaj të PKK-s, pastaj të JPG-s, të cilat PKK dhe JPG kanë vepruar deri më tani nën ombrellën e asaj që quhej SDF, forcat demokratike siriane, që në përmbajtjen e tyre, në strukturën e tyre, kanë qenë 99% lëvizje, parti, grupacione, fraksione të ndryshme kurde, të cilat vazhdimisht kanë kërkuar ndarjen e verilindjes së Sirisë nga Damasku zyrtar. Në këtë rast, është shumë interesant të përmendi se SHBA-t i kanë kërkuar Turqisë që të luaj rol më ndikues edhe në luftën e Ukrainës me Rusin. Kjo kërkesë drejtuar Ankaras duhet të lexohet si një raport specifik midis Washingtonit dhe Ankaras për të kushtimisht po them, goditur Evropën, shtetet evropiane të cilat edhe më tutje hezitojnë të përgjigjen në mënyrë të fjalë për fjalshme kërkesave të Donald Trump, e sidomos në rritjen e buxhetit të tyre ushtarak për që të forcohet edhe më tutje NATO. Në të kundërtën, sipas një zbulimi që është bërë tani gjatë bisedës që është zhvilluar ndërmjet zyrtarëve të lartë të shtëpisë së Bardhë, ku përmendet edhe Vance, shihet aty se Vance pas kësh kritikuar ashpër ose nuk qenë kësh pajtuar me vendimin e Trump që të sulmohet Jemeni. Për shkak se, siç thot Trump dhe i lexohen shkronjat në Signal, në rrjetin social Signal, thot se goditja e Jemenit Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk i sjell dobi, i sjell vetëm dëme, harxhime ushtarake, dhe në këtë goditje do të përfitoj Evropa. Pra, raportet e Washingtonit me Ankaran, andaj thash do të lexohen edhe në dritën e ftohjes së raporteve deri në përmasa thuajse edhe armiqësore midis Washingtonit dhe Brukselit. Hakan Fidan i kërkon Washingtonit zyrtar heqjen e sanksioneve në atë ombrellën Kaca që Donald Trump në periudhën e parë të tij e pati përjashtuar Turqinë nga programi 35. U fol aty se bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes do të sillet apo të vihet në një kontekst të ri që të jetë në përputhje me realitetet geopolitike dhe të fuqive të reja në rajonin e lindjes së mesme, në Kaukaz dhe në Azi. Që do të thotë, Turqia tani po kërkon hisen në pogaçen e ndarjes së botës dhe ndikimit mbi të në bazë të fuqisë së re ushtarake të cilën ajo e ka fituar viteve të fundit nëpërmes zhvillimeve të hapshme në industrinë ushtarake. Përtej kësaj, Washingtoni ka propozuar që, ose jo propozuar, por ka folër për dëshiren dhe objektivat e ngritjes së vëllimit tregtar midis SHBA-ve dhe Turqisë në $100 miliard. Një shumë kjo e cila deri diku do t'i konkurante edhe Kanadas dhe Meksikos, dy vende këto të cilat janë eksportueset më të mëdha në botë, apo me të cilat dy shtete, Shtetet e Bashkuara të Amerikës
e kam pas bilancin më të lartë bilateral tregtar. Me të përmendur në bisedime, çështja e F-35-shëve, aeroplanëve, më njëherë ka lëviz çështja në Athinë. Athina është e shqetësuar tej mase në lidhje me një ofrim të mundshëm ushtarak midis Ankaras dhe Washingtonit. Kështu, Instituti Helenik Amerikan, AHI, i quajtur me shkurtesën AHI, i ka shkruar Shtëpisë së Bardhë, State Departmentit dhe institucioneve të tjera relevante në Washington që të mos pranojnë kërkesën e Turqisë për përfshirjen e saj në programin 35. Në atë letër, drejtuar në emër dhe mbiemër për Donald Trump, ky institut Amerikan Helen ka bërë thirrje për vazhdimin e sanksioneve ca ndaj Turqisë. Në takim është përmendur çështja e raketave S-400, të cilat Turqia në vitin 2017 i pati bler nga Rusia, edhe pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë kategorikisht kundër kësaj blerje të këtyre raketave. Ky Instituti Amerikan Helen, grek, do më thonë, lobi grek në Amerikë, thëtë se dohet t'i bëhet presion Turqisë që t'i largoj ato raketa, por oferta e Turqisë se do t'a merr në shqyrtim largimin apo demolimin e pjesshëm të këtyre raketave vetëm në kompenzim të marrjes së aeroplanëve F-16 dhe F-35. Grekët thonë aty se Turqia do të detyrohet që t'i dorëzoj ato raketa, t'i shes apo t'i qes jashtë përdorimit, por kjo nuk dohet të pranohet si ofertë turke, ja unë po jap këto, por ju mi jepni raketat, këto aeroplanet F-16 dhe F-35. Për fund, pas takimit zyrtar që bëhet, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Tammy Bruce, e bën një deklarat, kësaj radhe me shkrim, duke i kushtuar rëndësi çdo fjalë dhe çdo germe në deklarat, lidhur me takimin kritik mes Turqisë dhe Shebave. Bruce thot tekstualisht: Sekretari Rubio bëri thirrje për mbështetjen e Turqisë për paqen në Ukrainë dhe Kaukazin e Jugut. Rubio përgëzoi lidershipin e Turqisë në koalicionin global kundër ISIS. Gjithashtu, vazhdon letra e Bruce, Rubio përsëriti nevojën për bashkëpunim të ngushtë për të mbështetur një Siri të qëndrueshme, të bashkuar, paqësore, e cila më nuk do të lejohet të jetë një bazë terrorizmi ndërkombëtar dhe asnjë pikë të fundit të destinuar për tranzit të mbështetjes së grupacioneve terroriste që mund të dëmtojnë Sirinë dhe rajonin rrjedhimisht interesat amerikane. Unë mendoj se kjo vizit e ka rëndësien e posaçme. Si përgjigje ndaj opozitës turke, ndaj CHP-s, e cila dëshiron ta diskreditoj imazhin e Turqisë në arenën ndërkombëtare, si dhe një përgjigje ndaj kërkesave të Turqisë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta mbështetin në programet dhe platformat e saj politike të brendshme dhe të rolit të saj në marrëdhënie ndërkombëtare. Deri në videon e ardhshme, mirëmbëjtje.